se dikush e pas ka mërzitur reperin stresi pasi ai në foton që shihni shkroi pikërisht këto fjalë. Tradhtia? Prap se prap, tradhti mbetet, pa marrë parasysh shkakun. Gjumin e ëmbël. Nuk e kuptuam nëse e ka bërë stresi tradhtin apo ja kanë bërë atij, apo thjesht po flet në përgjithësi. E çuditshme. Bebe Rexha duket se është pak e zënë këto kohë duke kryer, si të thuash, raporti intime me këtë djaloshi në foto. Nick Jonas duket se e ka rrëmbyer zemrën këngëtares dhe jo vetëm zemrën. I fuck with this dude. Kështu shkroi Bebe poshtë fotos dhe nuk di me siguri nëse e ka për diçka seksuale apo thjesht anglishtja na konfuzon me fjalët me dy kuptime. Uf. Modelja Dorina Gegici ka postuar këtë foto me modelen e njohur Isabelli Fontana, me cilën duket se është fotografuar në një mbrëmje bamirësie të përvitshme në Milano. Komentet thonë se Dorina është shumë herë më e bukur se Isabelli. Në fakt, duhet parë kjo punë. Era Rusi duket se e ka ndarë mbrëmjen e saj së bashku me këngëtarin Sinan Hoxha. Të dy këta këngëtarë fotografuar në shoqërinë e njëri tjetrit dhe duket se po kalojnë një kohë të këndshme. Nuk dim nëse i ka bashkuar puna apo thjesht kënaqësia, por mund të themi se Sinanit, tani që është një burr i martuar, i është thuar sharmi edhe më tepër.